Kamaru dhe ti, Rokamaru. Jam shumë I zgënjur nga ju të dy. Sa herë ju më keni prishur planet e mia. Nuk mund të vazhdoj t'ja anashkaloj më këtë sjellje. A mund të flasim për këtë? Çfarë do na bëni për këtë? Jeni dy të padobishëm. Gati më vjen t'u shmontoj, por tani për tani ju ndëshkoheni për aftësinë tuaj derisa të zini mend. Ta kishin vët këtë radhë, ishte me sigur më s'kenë që në ditë keqe edhe ne kemi nxjerrë mësimin tonë. Përveç kësaj nuk mund të ndihmoni me gjithë ata. E nxorë mësimin, E nxorë mësimin, profesor! E shpëtuam dhe kësaj radhe m'duket. Mjerisht. Nuk dua ta provoj përsëri këtë. Po ju jap edhe një mundësi tjetër, kuptuat? Do ta kapni Dajkanderin, ose do t'ju çmontoj të dyve. Është e lehtë, Daigu, vetëm shiko dhe unë do ta tregoj. E shikon? Daigu! Fitova, shikoni djeva, fitova! Qetësohu, Drajmo, gjithsesi, çfarë po ndodh? Si është puna? Se ke shka që gëzuar? Çfarë fitove, Drejmo? Këtu, hidhi një sy kësaj! Një natë në tokën e robotëve, vetëm për ty dhe të ftuarit e tu? Toka e robotëve? Ky është një park argëtimi për njerëz e robot, e njoh mirë, është I atashëm. Do të thua se mund të shkojmë në tokën e robotëve për gjithë natën dhe të shëtisim të gjithë? Po, dhe sa herë që të duash pa dashur të presësh në radhë, shfaqja për robotët e talentuar ishte me vizatime, dhe unë fitova. Bukur, Trajmok, ti e krenaria njësisë së kafshëve. Çfarë thua, nuk është ndonjë gjë. Urime, të lumë. Kjo është shumë argëtuese. Çfarë do të thuash? Që shkur ju djema doni të vini me ne? Trajmoku është ai që fitoi. Ai është pjesë e njësisë së kafshëve. Nuk maj mend që të ketë ftuar ndonjë nga Dino. Unë mendoj se ju do vini me të vërtet. Do shoh çfarë mund të bëj për juve djema. Nuk do t'ju pëlqej gjithsesi. Mos e krisur, qetësoni, të gjithë mund të shkojnë. Pikërisht, do të kënaqemi më shumë nëse shkojmë të gjithë së bashku. Së bashku! Për çfarë po flisni kështu? Ne nuk mund të shkojmë Gjukundi tani. Kemi shumë punë për të bërë. Kemi për të përgatitur të mundim shpërthyesin Drago, kështu mund ta kemi atë në anën tonë me qëllim që të fitojmë ripin e Titanit. Haruka ka të drejtë. Nuk është koha tani për argëtime. E vërtet, duhet të përqendrojmë vëmendjen në qëllimet tona. E dia që Bulion dhe Borex do më Ka parë do kush kremin për nxirje? Syzet e bukura. Po Kapelia nuk qën ka gjë. Jo, mos edhe ju. Vetëm një natë. Mund të qëndrojmë një natë, si thua? Të lutem, Haruka. Nëse nuk flini mjaftueshëm, ekipi do të humbas me siguri. Shiko programin ton. I kemi betejat servitore rresht për sot, nesër dhe pasnesër. Ups, e po nuk I kemi më. Çfarë? Ato u anulluan, kështu që shkojmë të argëtohemi pak. Harxova 2 ditë për ta bërë këto orar. Nuk ju kuptoj, kjo është e çuditshme. Çfarë turpi? Forca djema, shkojmë! Në rregull! Bauni fort sepse tani jemi gati për nisje. Sa më pëlqen kjo pjesë. E urrej këtë pjesë! Mirë djema, jemi rrugës për të bërë qejf. Ja ku më nisem Daigu, shiko çfarë mund të bëjmë këtë karrocë. Do bëj një gjiro të trenit çmendur dhe pastaj do të shkoj të ha, dhe pastaj do të shkoj të ha një hot dog. Pastaj do të ha kokosha me shumicë dhe le sheqeri. Ne do përpiqemi të ecim sa më shpejt. Pas do të bëjmë ndryshimin e luftëtarit, mund të lëvizim më shpejt ashtu. Ndryshimi I luftëtarit! Ndryshimi I luftëtarit!
Ju njësia e kafshëve nuk po bëni as qejf sa po bëjmë ne. Në fakt jo aq shumë. Mos më bëjt për të qeshur! Ne po bëjmë 100 herë më shumë qef se sa njësia Dino! Jo, më shumë se 1 milion herë. Hey, ani djem, hajde forca kur shkoni pari. Mendoj se është e drejtë. Pastaj një natë është. Përveç kësaj, është bukur natën këtu. Gjithë këto drita vezulluese e bëjnë akoma më të bukur. Shiko këtë Dajgu, shiko si me vdesa. Ju mora s'keni shpëtim, ju kapa! Më fali, jo. E prirësh. U ëmbël burimi. Ka që rehatshëm, ka qetësues, ndjesh kaq mirë, nuk më bëhet vën fare se ndryshke më. Po, vërtet, ky vend është fantastik fare. Është kaq e bukur për të qenë e vërtet. Gjëja e parë që duhet të bëj është të kujdesem për njësinë e kafshëve, njësinë Dino dhe sigurisht Akirën. Që të kapim Daiganderin, duhet sigurohemi që ata nuk do të jenë në gjendje të ndërhyjnë në planin ton. Do të kemi punë me ta një herë dhe pasi të kemi hequr qafe, do të jemi më të lirë të merremi me Daiganderin. Po tani çfarë po ndodh? Të kapa, prit të kapa. Ej, prisni një minutë. Në sulmuan molat! Jo, mirë. Kjo është kaq relaksuese. Çfarë? Erdhëm të dall. Dikush ta ndaloj këtë gjën. Ku jam kështu? Wow, kjo është tepër e mahnitshme, sa mirë! Vetëm shikoj gjithë këto të mira. Sa Kesh dhe për shumë kohë. I po, komandanti Akira është i vetmi që në ka Ai mbitur. nuk e di se çfarë do ta gjej, po pasi ta heqim qafe dhe atë do të jetë më lehtë të kapim Ryugun dhe Daigun. Një copë kek. Me krem. Shkojmë. Ja dai. Sigurisht. Akira! Këtu larg jema! Vetëm të kushimi ke mundin, shko të bëjmë pak qejf. Duke bërë qejf jam, kjo gjë është absolutisht e shishme. Ata duhet kenë shefin më të mirë në botë të tortave. Hajde tani, ke dëshirë të vish të treni çmendur me ne? Të trenit shmendur. Në rregull, edhe një kafshat. Sa keq ta heci, nëse nuk do t'ishte shfaqur Ryugu, tani do e kishim kapur Akirën. Mendoj se duhet të ndryshojmë planin dhe të merremi me Akirën, Ryugun dhe Daigun së bashku. Prit një minutë. Ja pse nuk kemi fituar, ky është gabimi ynë. Çfarë? Po si nuk e kupton? Megjithse ne kemi kapur Ryugun dhe Daigun, ka qenë Akira pranë që i ka shpëtuar ata. Tani po që e kuptova. Kjo do të thotë të hedhim poshtë planin origjinal dhe të kapim Akirën të pari, kështu apo jo? Po, sakt. Jo! Akira, Ryugu, ku jeni? Çfarë ka Haruka? Rikontrollova programin, kështu që kontaktova me kundërshtarët e betejave stërvitore dhe na del që asnjë prej tyre nuk është anulluar. Ky është problem. Çfarë po ndodh? Dikush na dërgoi një program të rem, kështu që erdhëm për të kaluar kohën sonte, në tokën e robotëve. Çfarë? Nuk jam e sigurt, por me sa duket kjo është. Pulion, a je këtu? Bonrix, Eja, Draimon, ku jeni? Ejani! Më duket se Haruka ka të drejtë. Çfarë duhet bëjmë tani, Akira? Na duhet të gjejmë të tjerët. Shkojmë Haruka. Mirë nga kjo anë, Daigu. Eja! Ata ikën. Duhet të kryejmë pjesën tjetër të planit, mirë? E drejtë. Shigjeta shipojnë! Bonrix, Dispector! Pulion, Treprirosh, ku jeni djema? Më falni, po kërkojmë për disa miq tanë, Pulion dhe Bonrex, mos i keni parë që? Përshëndetje. Shokët tanë janë zhdukur. A i keni parë që Trebrishin, Shigjetën shipojnë dhe Draimogun? Sigurisht, unë e di saktësisht ku janë. Vërtet? Sigurisht që po, ne jemi ata të cilët i vendosëm këtu. Shikoni. Ju mori malli për ne. Taigamaru! Veru Kamaru, duhet ta dija. Po ku ka shkuar, val? Më duket se Akira është në rrezik tani. Përse, lërë më një të shkoj! Për dridhu dhe lufto sa të duash, Akira. Nuk ke nga të shkosh.
Çfarë keni në plan të bëni me Akirën ju të dy? Mos u shqetëso, nuk do t'i bëjmë gjë. Duam thjesht ta heqim qafe për pak çaste. Më në shoh! Pra pas keni qenë ju, a? Ju jeni ata që na dërguat programin e REM dhe thatë që gjithçka do të anullohet. Si mendon? Keni këtu! Kemi lumtur që u shoh djema! Taiga Maru dhe Roga Maru, duhet ta kisha ditur se fshini ju pas gjithë kësaj. Daigu dhe Ryugu, sipas programit. Ryugu dhe Daigu! Procesi bashkimit! Hapshim! Do të kujdesemi për ty më vonë, Daigander, ta premtoj këtë gjë. Por tani është koha për t'ju thënë. Do shihemi nga do që jeni. Do shihemi nga do që të jeni. Goditja e shigjetës! Goditja përplasëse. Goditja e spektrit! Goditja e Trebrirshit. Shigje nga shqiponj, Drajmok! A jeni mirë? Copa më duket. Ti Spectre, Trebrirsh, a jeni mirë? Çfarë na goditi, Bon Çfarë Rex? po ndodh këtu? Më duket se dikush na ka ngritur kurth. Në kurth, çfarë do thuash ti? Po them që dikush na mashtroi duke na dërguar tek parku zbavitës. Më e pakta kështu duket. E pranoj. Ky është I gjithë I faji juaj njësia e kafshëve. Çfarë? Si? Nëse nuk do kishe marrë kartën për tek shfaqja e robotëve të talentuar, e gjithë kjo nuk do kishte ndodhur. Ej, prit pak! A nuk ishit ju që doni të vinit me ne? Në rregull. Ashtu? Po! Qetësohuni djema. Kjo nuk është koha për t'u zënë. Akira! Të kapa! Për pak shpëtova! Ç'kemi djema? Taiga Maru! Roga Maru! Pra ju jeni ata që na futët në kurth, por me siguri është një tjetër I cili e planifikoi këtë, dhe gjë të shëmtuar. Mirë se erdhët në tokën e robotëve ndërtuar nga shefi brillant, mjeshtri I dinakërisë, mësuesi shpirtërori të brengosurve I njohur si sundimtari I kërkimeve për robot. Profesor Maelstrom, tani që kemi rrugën të lirë për jush mund ta kapim Daiganderin. Po, kështu mendoni ju. Ne nuk do ju lejojmë. Inspektor, shigjeta shqiponj! Daigander! Profesor Maelstrom kërkon t'ju takoj dhe ne nuk duam ta lëmë atë të presim. Dhe pa urdhrat e komandantit tënd dhe mbështetjen e shokëve të skuadrës, nuk ka asnjë shans ta ndalosh humbjen tënde. Dhe ndërkohë që kemi mbaruar punë me ju do t'jeni plotësisht të bllokuar dhe pastaj do t'i çojmë tek Profesor Maelstrom. Gati! Ja ku jam! Taiga! Roga! Bashkimi I mburojës! Bashkimi I mburojës! Roga dhëmbë të fisht! Roga bashkimi shpatave! Roga hëna prese! Do ta kapim tani Daiganderin. Roga hëna prese! Daigander! Bibot, dëgjoj, dërgo flakën drago dhe ngrirë si dragot e parku argëtues. Flaka! Grica! Daigander! Përdor flakën drago dhe ngrirë si drago! Ndryshimi I shpatës! Bashkimi I mburojave. Pa Akirën që u jep atyre urdhra, Daigander nuk mund ta shfrytëzojë energjinë. Ai duhet ta fitojë këtë betejë. Dhambi hënës Roga! Daigander! Centra Rube! Shpata kot! Sulmet po bëjmë punë. Duhet I ndalojmë ata, por së pari duhet të gjejmë mënyrën për të dalë që këtu. Oh, mos! Çfarë duhet të bëjmë? Tani është rradha jon. Në rregull, është koha për megave! Ha? As pak, nuk mund të rrezikojmë të mbasim dikë tjetër. Në qoftë se është e vetmja mënyrë për ta shpëtuar Daiganderin, është një rrezik që duhet ta marrim. Ashtu është. Nëse duam të shpëtojmë Daiganderin,
Ekipi Akira duhet të jeti gatshëm të marrë parasysh dëmtimet. Sepse ne jemi të vetmit që mund t'i ndihmojmë ata. Ju jeni të mëdhenj ndjema. Në rregull atëherë, le t'i tregojmë atyre bashkimin e mrekullueshëm 4 fish të robotëve. Shkojmë Raimond. E kuptova! Jepi, trebrirës! Roboti shkëlqyeshëm 4 njak, Megavex. Sulmi Vex. Koha për të ndihmuar. Tetra Rufe! Shpata Koc! Rroga bashkimi shpatës! Tajgander, bëj kujdes! Vitoria është e jona! Megavex. Ekipi Akira! Ej, Djema, shikoni këtu lart! Nuk do t'vije në grackën asaj 30 vjetër. Koha për t'ikur, Tajgander. Si jetë shqiponjë, Trajmok, a jeni mirë? Më duket se po. Trebrirësh, ti Spectre. E po, e dini çfarë? Mendoj se njësia e kafshëve janë shumë të dobishme. Për herë kanë Unë qenë. mendoj se edhe njësia Dino është gjithashtu. Gjithsesi, Tani duhet t'i gjejmë ndjema. E ti e vërtet po fillon tani. Kështu da tje! Rroga hëna prese! Tajgander, përdor energjinë grumbulluese. Sulmi shpërtimi dragoj. Sulmi stui zjarri. Ndryshimi i luftëtarit! Puna jonë mbaroi këtu, për mos u shqetësoni sepse argëtimi i vërtet sapo ka filluar. Mirupafshi! Po! Akira! Tajgander! Kjo ishte e bukur! Fantastike! E kuptova. Ata janë me ne. Ata janë të gëzuar që fituam. Ekipi Akira fiton përsëri. Po! Çfarë po ndodh? Çfarë po bëjnë ata? Hej, çfarë mendon se e duke bërë tani? Ndalo me një herë. Nuk e kam ndërmen! A i zë? Shpresoj të jeni kënaqur ekipi Akira. Ju të gjithë ishit karremi asaj që unë doja. Dhe tani jeni të paaftë të përdorni gjithë energjinë tuaja. Do jetë e pamundur për ju të më ndaloni të kap Tajganderin. Asnjëherë. Shikoje! Tajgander po vjen me mua! Oh jo, Tajgander! Jo! Shigjeta! Spectre! Shigjeta shqipoj! Ti Spectre! E pamundur, shigjeta shqipojnë dhe Dispectre janë akoma të dobët nga shterimi i energjive shkaktuar nga shkria në Megavex dhe arratisja nga kurti. Ata nuk mund të bëjnë asgjë. Fiboti do të vit në marë. Do i ndjekim me Tajshat. E pa mundur, sa të vija i këtu ata do ke nikur shumë larg. Lëreni të lirë Tajganderin! Ata e zunë rob! Oh, jo! Ktheu këtu, Tajgander! Të lutem ktheu! Tajgander! Një zhvillim tepër interesant.